LDK-ja deklarata do t'i bëj publike shumë shpejt besoj, me qenë se kishte elemente shtesë në ato deklarata që diskutimit, por në parem janë deklarata që kërkojnë maturitet politik, diskutim brenda spektrit politik në Republikën e Kosovës dhe stabilitet institucional. LDK-ja shpreh gatishmërinë që të ofroj veten për të dhënë mendimet me këtë që është pjesë e skenës politike në Kosovë, edhe pas shohim dhe diskutimet se si sjellin e si evoluon tutje. Nuk kemi folur specifikisht për gjërat që ju i ngritët, as për koalicione, as për pozicione specifike, por kemi dhënë vlera orientuese të një partie, e cila e don stabilitetin, pra e don komunikimin ndërpartijak dhe kontribon në stabilitet dhe komunikim ndërpartijak, siç do ta shihni në këtë deklaratë. Tani, një element bazik i këtij kuvend dhe kësaj deklarate është formimi i kryesisë së re të LDK-s. Pra unë pata procesin e votimit, edhe kryesia e re do të ketë procesin e votimit të njëjtë. Demokracia maksimale kështu do të bëhet. Do të më duhet pak kohë, sepse do të kemi konsultive, por mbi këtë proces më lejoni të them që na duhet një kohezion i plot, edhe i grupit parlamentar, edhe kryesisë së LDK-s, edhe i antarësisë së LDK-s, që tani përfaqësohet nëpërmjet konfirmimit që ka marrë sot këtu. Jo, nuk kemi diskutime të tilla, kemi diskutuar se na duhet komunikim politik brenda spektrit politik. Dhe kjo është shumë e natyrshme. Kur flasim për marrëveshje politike, nuk e kemi fjalën për pazare politike, kemi fjalën që duhet të ulen partitë që të bëjnë numrat për një president të arshëm të Republikës Kosovës. Prandaj jam i gatshëm të flas me gjithë spektrin politik për të dhënë zgjidhje çështjes shumë të rëndësishme të presidentit, i cili do të jetë konsensual dhe të përfaqësojë unitetin kombëtar të Republikës Kosovës. Kjo është frima e deklaratës politike që do të bëhet publike, pra po jemi të gatshëm të flasim dhe të shohim se çfarë alternative sjell i gjithë kuvendi i Republikës Kosovës, ose së paku 2/3 e këtij kuvendi. Prandaj kur themi marrëveshje politike, mos e merrni si të rënd të gabueshme, është gjëja më bazike që demokraci bën. Na duhet të ulemi për të bërë një shumicë, por ndryshe si do të bëhet ajo shumicë. Nëse sulemi për të marrë vesh për presidentin, si të bëjmë numra për presidentin. Nëse vetëm vijmë në kuvend pa diskutime, është problematike të bindë edhe deputetët tanë se kështu duhet bëhet. Marrëveshja politike është gjëja më bazike e demokracisë. Le të jetë demokracia e Kosovës, sikurse demokracia e LDK-s, dhe jemi në rregull, dhe e dyta, le të jetë numërimi i votave i KQZ-s, siç ishte numërimi i votave dhe organizimi i votimit të kuvendit të LDK-s, dhe jemi shumë në rregull. Prandaj, le ta ushtrojmë demokracinë dhe institucionet e Kosovës, siç e ushtruam dhe brenda LDK-s, që nuk kupton debat, diskutim dhe më pas votim. Nëse ka vota për presidentin arshëm, do të ketë president. S'ka vota për një president, një emër caktuar, natyrisht s'mund të ketë president, por LDK është të përkushtuar gjej konsenzus. Këtë du ta them dhe jemi të gatshëm ta bëjmë këtë gjë, sepse na takon ta bëjmë një gjë të tillë.